Krishta, nesër një ndeshje ndaj Pylisit në Shkodër, në fakt Vllaznia nuk e gjet në momentin e saj më të mirë pasi janë humbur dy ndeshje të rëndësishme. Si është situata në kampin Kuçeplu dhe sa keni punuar psikologjikisht për të përmirësuar? Normalisht ndoshta nuk është momenti më i mirë sepse në një harë kohor të një javet ardhën dy humbje, si eliminimi me Dinamon edhe humbja me Elbasanin. Dhe mund ndikojnë tek pjesa psikologjike, por gjithsesi jena mundu me lan pas këtë humbje. Edhe më fokusu të ndeshjet e radhës, sepse e dim që asnjë gjë s'ka marru, jena në lojë fuqishëm, edhe duhet që me do mos të marrim 3 pikë ditën e nesërme që të rikthejmë moralin dhe të themi entuziazmin tek ekipi. Çfarë ndodhin këto dy ndeshje? Mungesë përqendrimi ndoshta në momente caktuara? Të them vërtetën, këto janë ndeshje që detajet bëjnë diferencën. Ndeshja me Dinamon ishte ndeshje ndoshta për barazim ndaj shtesës. Ekipi që do të gabonte më pak do të fitonte. Nodhi një gabim i Joni, një mungesë vendosit në ato momente, ardhi dhe goli Dinamos dhe u eliminume. Ndërsa ndeshja me Elbasanin e kishim përgatitur besoj mënyrën e duhur, ta e filluam me mënyrën e duhur. Vetëm ato momente të para na mungoi vetëm goli dhe po shikosh vetëm në rast që po atë Elbasani ardhi goli tyne. Pastaj normalisht ndeshja me Real tjetër, sepse po shkonin 1-0 për ne, do kishte krejt Real tjetër. Gjithsesi, ajo ndeshje iku, do ta harrojmë sa më shpejt, sepse po shikosh atë statistikat, kemi luajtur shumë më mirë, kemi bërë 23 gjujtje në port, ndërsa kundërshtari ka bërë 4 gjujtje dhe ka shënuar 3 gola. Ndërsa ne 23 gjujtje dhe kemi shënuar vetëm 1 gol. Gjithsesi, nuk ka vend për zhgënjim, nuk ka vend për mërzitje, sepse kemi 3 ndeshje në një harë kohor të një javet, dhe pastaj kemi edhe Final Fourin. Sigurisht duhet të thonë se nesër është një ndeshje ku dy skuadrat do të luajnë për 3 pikë dhe nuk lejohet barazimi për asnjërin prej tyre në fakt për objektiva që kanë. Mendoni se do t'ju lehtësoj disi më tepër rrugën fakti që Byrisi besoi do të luajë më hapur? Shiko, nëse ne shikojmë ballshin në tabelë klasifikimit, kemi bërë gabimi më të madh, sepse edhe përvoja jame në tanta vite, eksperienca me tanta vite ka treguar që ato ekipe që janë në poshtë tabelës së renditjes dhe që shikojnë si atleta në letër, nëse nuk ke vlerësimin maksimal ose nëse nuk ke përqendrimin dhe seriozitetin e duhur gjatë ndeshjes, ato ndeshje bëhen shumë vështira. Mendoj se ballshi meriton vlerësim maksimal sepse ka lojtarë cilësor brenda ekipit saj që mundën me të bëj dëm çdo moment. Po për ne nesër është i vlefshëm 3 pikë që duhet ta marrim me çdo kusht 3 pikë. Kurishta gjitha ekipet e superiores pakën në këto 3 javë mbetura luajnë me llogari, me lapse letër, mund të themi. Po Vllaznia i ka bërë llogaritë e saj dhe a ka Vllaznia alat në rrugën e saj deri në fund të kampionatit? Që nga fillimi i kampionatit deri tani kemi luajtur vetëm, do të vazhdojmë të lozim vetëm. Nëse do të meritojmë titullin kampion, do ta marrim titullin kampion. Pa i thënë faleminderit asnjë ekipi sepse ne jemi vetëm fushën e lojës dhe për gjatë gjithë sezonit mendoj se kemi merituar që të jemi në krye tabelës sepse kemi qenë shumicën e kohës në krye tabelës. Ndoshta herë pas here për gabimet tona apo për mungesë përqendrimit e kemi humbur vendin e parë, por gjithsesi jemi në lojë për vendin e parë. S'na intereson ekipet tjera, s'na interesojnë nëse ekipet tjera bëjnë llogari. Ne jemi në lojë për 9 pikë dhe nëse i marrim të 9 pikë, jam i sigurt që do të jena në vendin e parë dhe shkojmë në Final Four me një motivim krejt tjetër dhe me një moral krejt tjetër. Po keni krejt vetë, por në fakt duket që keni tifozët pranë. Edhe dje nuk munguan në studim pa diskutim. Tifozëria është zemra e ekipit. Mbështetja e tyre për Vllaznin normalisht është dashni pa kushte. Duhet gjej rastin të falenderoj sepse që nga fillimi i sezonit dhe deri në këtë moment kanë qenë pranë ekipit, si në vështirësi, si në kohë të mira, si në kohë të këqija. Ndoshta ata kanë lënë herë pas here, mund të kenë lënë punën e tyre, mund të kenë lënë familjet e tyre, më kanë afër ekipit. Normalisht e gjej rastin dhe i falenderoj, edhe besoj se gjithë secili nga çunat duhet bëjnë të japin maksimumin që këto ndeshje të gëzojmë pikë sparit vetin tonë, familjet tona dhe këto tifozat mrekullueshëm që meritojnë të gëzojnë pas shumë vitesh. Kurishta keni besim se mund të arrijmë në vendin e parë pa ardhur faza Final Four? Po normalisht unë kam besim që mund ta marrim vendin e parë, nëse ta thashëm më parë, nëse ne i marrim
këto 9 pikë, jam I sigurt që jena në vendin e parë, përgjithësi nuk duhet mendojmë për 9 pikë, duhet mendojmë vetëm për nesër, të marrim 3 pikë në radhë, pastaj kemi kohë deri në mërkurën që të mendojmë për Tiranën.